Në Partinë Demokratike vijuan në mbrëm deri vonë për të arritur dakordësim për koalicionin zgjedhor që u regjistrua më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është Osman Stafa që do të na zbulojë më tepër për negociatat e gjata dhe për mënyrën se si ranë dakord partitë kryesore të opozitës. Osman, të përshëndes, cilat janë informacionet që përcjell? Përshëndetje, Nisida, në fakt mbrëmja e djeshme ka qenë mjaft e gjatë për Partinë Demokratike dhe për aleatët e saj, pasi është negociuar deri në minutat e fundit për të arritur një dakordsi. Sa i takon koalicioni që Partia Demokratike ka formuar me 26 parti të tjera, emri i koalicionit do të jetë Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, me shkroja nisore PDHM, sigla do të jetë ajo e Partisë Demokratike që do të përfaqësohet ky koalicion në zgjedhjet e 11 majit dhe janë 26 parti të cilat janë pjesë e këtij koalicioni. Në fakt që nga Partia Demokratike që është partia kryesore, më pas janë aleatët Partia e Lirisë, Partia Republikane, Partia Demokristiane, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë, Partia Kombëtare Konservatore Albania, Partia Emigracionit Shqiptar, Partia Aleanca Arbënore Kombëtare, Partia Aleanca Europiane Ekologjike, Partia Personat me aftësi të kufizuar, Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim, Partia Lëvizja e Legalitetit, Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar, Partia Ora e Shqipërisë, Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare, Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë, Partia Frymëri Demokratike, Partia Bashkimi Liberal Demokrat, Partia Balli Kombëtar Shqiptar, Partia Balli Kombëtar Demokrat, Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, Partia Rruga e Vërtet Shqiptare, Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian dhe fundit Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet përfaqësuar nga kryetari Shpëtimi Drizi dhe do ta nis nga kjo e fundit. PDU-ja ose më saktë Shpëtimi Drizi ka pasur negociata deri në orët e vona të mbrëmjes me Partinë Demokratike për mënyrën se si këto dy parti aleate do të bashkëpunonin për zgjedhjet e 11 majit dhe është arritur dakordësia që PDU të ketë një kandidat për deputet në listat e mbyllura të Partisë Demokratike. Në fakt, nga se çfarë unë kam mësuar sipas burimeve të mia, PDU ka kërkuar 2 emra kandidatësh për deputet në listat të mbyllura të Partisë Demokratike, por që nga Partia Demokratike është ofruar vetëm një. Sikundër një ka edhe Partia Republikane Fatmir Mediut, apo Partia Agrare Ambientaliste e Agron Dukës, apo edhe PPD1 e Vangjel Dules, gjithashtu ka një kandidat për deputet në listat e mbyllura. Ndërkohë, Partia e Lirisë do të ketë 4 kandidat për deputet në listat e mbyllura të Partisë Demokratike. Ilir Meta, sipas edhe asaj çfarë zoti Berisha tha ditën e djeshme, do të jetë në listat e mbyllura, duke qenë se nuk mundet do të bëj fushat sepse ndodhet në mas sigurie, pra në burg. Ndërkohë që mbetet për të parë se ku do të shkojnë emrat e tjerë, sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, apo Erisa Xhixho, zëvendës presidente e Partisë së Lirisë, apo flitet edhe që Edmond Haxhinasto do të jetë në listën e mbyllur të Elbasanit, pra të qarkut Elbasan në emrin e Partisë së Lirisë. Ndërkohë që mbetet për të parë dhe për të zbuluar se çfarë negociatash dhe cila ka qenë përfundimi i tyre sa i takon listave të hapura, duke qenë se aleatët kanë edhe kandidat në listat e hapura të Partisë Demokratike. Partia e Lirisë ka një shumicë të theksuar, ndërkohë që Partia Agrare Ambientaliste, sipas zotit Duka, ka 10 kandidat në listat e hapura në 10 qarqe të vendit, ndërkohë mbetet për të kuptuar më vonë se cilat kanë qenë thelbësisht negociatat me PDU-n e Shpëtimit Drizit, ku do të jetë deputeti pra kandidati për deputet në listë të mbyllur në emër të PDU-s, ku do të jetë pastaj kandidati, konkretisht Fatmir Mediu i Partisë Republikane në çfarë qarku të Shqipërisë, sikundër edhe Vangjel Dule i PPD1-s. Pra janë këto detajet të cilat do të zbulohen, afati përfundimtar është 12 marsi, se kur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve partitë politike apo koalicione do duhet të dorëzojnë listat emërore të kandidatëve të tyre për deputet. Faleminderit shumë Osman Stafa për informacionet. Faleminderit juve.